Shqipëria dhe Greqia me një marrëveshje të re partneriteti strategjik brenda vitit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u prit zyrtarisht në Athinë nga kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis në pallatin qeveritar Maksimos. Nga takimi ball për ball mes dy kryeministrave në Athinë, Edi Rama zbulon se Shqipëria dhe Greqia po çojnë marrëdhëniet në një nivel të ri e për të kapërcyer gjithë çështjet e pazgjidhura. Me kryeministrin e Greqisë Kyriakos Mitsotakis na lidh një misi e posaçme e farktuar në rrugën e përbashkët të ambicjes për të modernizuar vendet tona dhe për të ngritur marrëdhëniet shqiptaro-greke në një nivel të ri. Përgjatë kësaj rruge, jo vetëm momentet më të mira, por edhe ato më të vështirat janë karakterizuar gjithnjë nga komunikimi plot respekt e padorashka, ndërkohë që po punojmë për kapërcimin përfundimtar të gjitha çështjeve të mbetura mes dy shteteve për të dalë nga ky vit me një marrëveshje të re partneriteti strategjik